Maqedonia e Veriut do të jetë sërish në monitorimin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Ky e fundit në seancë miratoi një rezolutë me të cilën propozohet të mbyllet dialogu i post-monitorimit dhe me këtë do të vazhdojë të monitorojë zhvillimet përmes mekanizmit të saj të shqyrtimit të rregullt periodik. Teksti i rezolutës i përgatitur nga raportuesit Sibel Arslan nga Zvicra dhe Joseph Orail nga Irlanda vërin progresin e vendit në sundimin e ligjit, mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, demokracinë, bashkëpunimin me organet e Këshillit të Evropës dhe një angazhimin politik për përmbushjen e angazhimeve të ndërmarra në vitin 2000. Rëndësia e procesit të monitorimit, siç thuhet në komunikat, theksohet edhe në marrëdhëniet ndërmjet Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian. Ekziston bashkëpunimi, konsultimi dhe koordinimi ngushtë i aktiviteteve në kuadër të zgjerimit të BE-s dhe për këtë arsye, përmbushja e detyrimeve dhe angazhimeve ndaj Këshillit të Evropës konsiderohet një element i rëndësishëm për promovimin, për shpejtimin dhe realizimin e aspiratave për integrim të mëtejshëm evropian të një vendi të caktuar. Megjithatë, thuhet se Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës mbetet e shqetësuar për nivelin e ulët të perceptimit të pavarësisë në gjyqësor dhe akuzat e shumta për politizim të gjyqësorit, si dhe për infrastrukturën e vjetruar të gjyqësorit dhe burimet e tij të pamjaftueshme njerëzore dhe financiare. Gjithashtu shprehin shqetësim për akuzat e shumta për korrupsion të përhapura në të gjithë sektorin publik dhe u bëri thirrje autoriteteve të zbatojnë plotësisht rekomandimet e mbetura të GRECO-s.